بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء الله والمرسلين. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, i familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet dhe mirësitë e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetet 155 dhe në ajetin 157 të surës Bekara, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wa bashshiris sabirin alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Këto thot përgëzoj të duruarit, të cilët kur i godet ndonjë fatkeqësi, ata thonë, të Allahut jemi dhe vetëm tek ai do të kthehemi. Ata do të shpërblehen me bekim dhe mëshirë nga Zoti i tyre. Ata janë në rrugën e drejtë. Ndërsa në ajetin 218 të surës Bekara, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Vërtet, ata që besuan dhe ata që mërguan e luftuan në rrugën e Allahut, pikërisht ata shpresojnë në mëshirën e Allahut. Allahu është falës i madh dhe mëshirëplot. Këto dy ajete të bekuara flasin për dy virtyte të larta, që janë durimi dhe shpresa. Fjala shpresë ar-raja me format e ndryshme të saj përmendet 23 herë në Kuranin e Shenjtë. Kurse fjala sabër, durimi, përmendet në Kuranin e Shenjtë 103 herë. Gjithashtu në shumë ajete, Kurani i Shenjtë e përmend durimin si virtyt themelor të besimtarit. Ku në ajetin 153 të surës Bekara, Allahu i madhruar thot: Ja ayyuhalladhina amanu ista'inu bis sabri was salat inna Allaha ma'as sabirin. O ju që keni besuar, kërkoni ndihmë përmes durimit dhe namazit, se vërtet Allahu është me durimtarët. Ky ajet na mëson se durimi nuk është thjesht pritje pasive, por është një forcë aktive që e mban njeriu të qëndrueshëm në sprova, në vështirësi dhe në bindje ndaj Allahut fuqiplot. Në këto ditë të vështira, të mbushura me sfida, me fatkeqësi, me luftra, me gjakderdhi, kërkohet që të vishemi me virtytin e durimit, po ashtu edhe me virtytin e shpresës. Durimi sipas komentuesve ndahet në 3 lloje. I pari
durimi në bindje ndaj Allahut, krijuesit të plotfuqishëm. Kuptimi i tij është që të jesh i qëndrueshëm në kryerjen e detyrave të caktuara nga Allahu fuqiplot. Qoftë namazi, agjerimi, haxhi, urdhri për të mirë, ndalimi nga e keqja, po ashtu edhe respekti të tjerëve, mirësjellja ndaj prindërve, mirësjellja ndaj fëmijëve, dashuria për të tjerët, largimi nga çdo e keqe. Pra të kryhen detyrat e caktuara nga Allahu i madhruar me qëndrueshmëri. Pra ky është kuptimi i durimit në bindje ndaj Allahut fuqiplot. Pra me fjalë përmbledhëse, të bëjmë veç se të mira që ka urdhëruar Allahu dhe të largohemi nga të këqijat që na ka ndaluar Allahu fuqiplot. Lloji i dytë është durimi në përballimin e ndalesave, çështjeve haram. Pra kuptimi i këtij është që të mos i nënshtrohemi mëkateve dhe tundimeve, sepse nëse ne i nënshtrohemi mëkateve, tundimeve, do të bëhemi skllëvër të tyre. Fundi do të jetë shumë i keq dhe na pret një ndëshkim i rënd, nëse pra i nënshtrohemi mëkateve dhe tundimeve. Lloji i tretë i durimit është pra durimi në sprova dhe fatkeqësi. Kuptimi i tij është që të mos humbasim qetësinë kur përballemi me vështirësi, me probleme, me kriza. Në ajetin 10 të surës Zumar, Allahu na flet për shpërblimin e durimtarëve. Pra nëse ne jemi të duruar në bindje ndaj Allahut, jemi pra të duruar ndaj mëkateve dhe gjunaheve, jemi durimtar në sprova dhe fatkeqësi. Për këtë Allahu i madhruar në ajetin 10 për të surës Zumar thot: Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. Vetëm ata që janë durimtar do ta marrin shpërblimin e tyre pa mas. Pra në këtë ajet, në këtë thënie të krijuesit tonë të Allahut fuqiplot, shihet pra mallështia e durimit. Shpërblimi i tij nuk matet, nuk numërohet, është i pa kufi, është pa mas. Prandaj pra, feja e pastër islame, Kurani i shenjtë, na urdhëron që ne të jemi durimtar në këtë jetë, dhe kur të mos gjunjëzohemi para vështirësive, para problemeve, para sfidave, por gjithmonë të jemi të palëkundur, duke u mbështetur pra tek Allahu dhe tek durimi. Virtyti tjetër që na çon në shpëtim është edhe shpresa. Shpresa është forca që mban gjallë zemrën e besimtarit. Në Kuranin e shenjtë, po të lexoj pra ajetet ku përmendet pra shpresa, do të shohim se ajo është e lidhur ngushtë me mëshirën e Allahut fuqiplot,
si thot ajeti 53 në surën Zumar, në të cilin Allahu i madhuar thot, Bismillahirrahmanirrahim, Qul, ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim. Thuaj, pra i drejtohet profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, Allah fuqifton. Thuaj, o robët e mi që e keni tepruar kundër vetvetes, pra me të këqija, mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut. Vërtet, Allahu i fal të gjitha mëkatet. Ai është falësi mëshirëplot. Ky ajet është dritë për zemrat e dëshpëruara. Ai tregon se sado që njeriu të bëjë gjuna, dera e mëshirës së Allahut nuk mbyllet kurrë për ata që pendohen dhe kthehen te Zoti i tyre. Porta e mëshirës së Allahut pra është e hapur 24 orë, non-stop. Dhe Allahu na fton që natë e ditë ne të pendohemi, të kthehemi tek Ai. Dhe të ecim në rrugën e mirësisë, në rrugën e paqes, në rrugën e devotshmërisë, të heqim dorë nga gjithçka e keqe, të mos e humbim shpresën nga mëshira e Allahut, sepse ata që e humbin shpresën nga mëshira e Allahut janë jo besimtarët. Janë ata të cilët vrapojnë vetëm e vetëm pas anës materiale dhe kanë harruar anën shpirtërore. Dhe kur u thuhet që jeni pendohuni, ata thonë që unë jam mbush me gjuna deri tek qimet e kokës dhe nuk më falen. E thonë këtë sepse nuk e njohin krijuesin. Nuk e din që Allahu fal nëse pendohesh dhe lahesh e pastrohesh për në ujin e pendimit dhe të kërkimit të faljes. Prandaj, durim nuk do të thotë të mos ndjesh dhimbje, por durim do të thotë të mos lejojmë që dhimbja të na rrëzoj e të na mposh asë edhe një herë. Të jemi gjithmonë të qëndrueshëm, të palëkundur, si thot Allahu i madhruar në Kur'an, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Vërtet ata të cilët thonë që Zoti ynë është Allahu dhe qëndroj të palëkundur në rrugën e Allahut, të palëkundur në qëllimin që i kanë bërë vetes në këtë jetë. Prandaj, durimi dhe shpresa janë dy shtylla të pandara. Durimi pa shpresë mund të kthehet në dëshpërim, ndërsa shpresa pa durim mund të bëhet iluzion. Allahu fuqiplot dëshiron që mëkamësi i tij në tokë, pra njeriu, të dëgjoj pra. Allahu dëshiron të dëgjoj zërin e shpresës së njeriu në errësirë dhe të qëndrojë që i durueshëm deri në agimin e shpëtimit. Imam Huseni, paqja qoftë mbi të, në fushën e Kerbelas, është shembulli më i lartë i bashkimit të këtyre dy virtyte, pra i durimit dhe i shpresës.
Ai duron të çdo dhimbje për hir të Allahut, por shpresa e tij në fitoren e së vërtetës ndaj të pavërtetës, e të drejtës ndaj të padrejtës, kur nuk u shua në shpirtin e në zemrën e tij. Ai tha, nëse feja e gjyshit tim, Muhammedit, nuk qëndron ndryshe veçse me flijimin tim, atëherë o shpata më merrni. Ky është kuptimi më i thellë i durimit dhe i shpresës. Të besosh në fitore edhe në momentin e dukshëm të humbjes. Pra në ato moment kur është e dukshme pra humbja, të shpresosh se do të fitosh dhe do t'ja dalësh mban. Profeti Muhammed dhe ehli bejtit i pastër na kanë përcjell thënie të shumta për durimin dhe shpresën. Thëniet e tyre janë recetë shëruese. Thëniet e tyre janë dritë udhëzuese. Thëniet e tyre janë shpëtuese, si për këtë jetë ashtu edhe në jetën tjetër. Prandaj, le ti dëgjojmë se çfarë thot profeti dhe ehli bejti për durimin dhe për shpresën. I dërguari Allahut për profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: shpresa është mëshirë për ummetin tim. Sikur të mos ishte shpresa, asnjë nën nuk do të jepte gjy fëmijës së saj dhe asnjë mbjellës nuk do të mbillte pemë. Sa mrekullueshme pra kjo thënie e të dashurit të zemrave tona. Pra thot që shpresa është mëshirë për ummetin e tij, është mëshirë pra për muslimanët. Gjithashtu, në një thënie tjetër për durimin, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: durimi është mburoj nga fatkeqësi dhe ndihmë në përballimin e vështirësive. Sepse vetë profeti ishte durimtar, duroi çdo dhimbje, çdo torturë, çdo lëndim, çdo fyerje, çdo sharje për 23 vjet me radhë. Por në zemrën dhe në shpirtin e tij të bekuar qëndronte shpresa e fitores, e triumfit, shpresa e përhapjes së mesazhit të Allahut anë mban e botës. Prandaj pra, ata e kemi shembullin më të lartë në durim, në shpresë, në moral, në gjithçka. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: durimi për besimin është si koka për trupin. Nëse koka ndahet nga trupi, trupi vdes. Po ashtu, nëse durimi ndahet nga besimi, besimi shkatërrohet. Pra, me këtë thënie kuptojmë se durimi është shtylla e besimit dhe pa të, pa durimin njeriu nuk mund të qëndrojë në rrugën e drejtë. Imam Jafar Sadiq, paqja qoftë mbi të, ka thënë: durimi është një dritë e ndritshme. Ai që e mban durimin në kohë vështirësie do ta ndjej ëmbëlsinë e shpëtimit. Sa të mrekullueshme pra këto thënie të profetit dhe ehli bejtit për durimin dhe shpresën, na udhëzojnë që edhe ne pra të jemi të veshur me petku, me virtytin e lartë të durimit dhe të shpresës.
Në një thënie mjaft të bukur, Imam Aliu a.s. ka thënë, ai që hipën në varkën e durimit, udhhiqet drejt fushës së fitores. Çfarë mrekullie! Pra ai njeri që hipën pra në varkën e durimit, udhhiqet drejt fushës së fitores. Pra të jemi të duruar. Dhe të mos zemrohemi, të mos piklohemi, të mos trishtohemi, të jemi gjak ftohtë dhe jo gjak nxehtë. Sepse gjak nxehtësia çon në krim. Pra si që pamë edhe djeba, që ndodhe dhe krimin e gjykat, nga gjak nxehtësia, mos durimi, personi pra që vrave dhe gjykasin, Allahu e mëshiroft. Kjo do të thotë sepse njerëzit pra janë të zhveshur nga durimi dhe nga gjakftësia, janë gjak nxehtë. Çfarë u fitua? Nga ky krim, verse një njeri kaloi në jetën tjetër, për çfarë? Për një cop tokë, për ca tulla apo beton? Kush i ka trashëguar, kush i ka gëzuar tulla e beton e tokë? Sa e sa njerëz kanë bartë kjo tokë ku ne jetojmë, të gjithë kanë ikur, gjithçka e kanë lënë. Prandaj pra feja e pastër islame i kushton rëndësi të madhe virtytit të durimit dhe i urdhëron besimtarët që të durojnë në fatkeqësi, të jenë gjak ftohtë dhe të përpiqen të zgjidhin problemet, mosmarrveshjet me mënyrën më të mirë, me mënyrë të qetë, duke vënë në punë intelektin dhe jo egon e as emocionet. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, për sa i përket shpresës, ka thënë: shpresa është shok i zemrës së besimtarit. Ai që shpreson tek Allahu nuk zgënjehet kurrë, sepse Allahu nuk i shkel premtimet e tij. Allahu i zbaton premtimet e tij. Allahu është krijuesi ynë, mbrojtësi ynë, furnizuesi ynë, falsi. Prandaj, thot Imam Aliu, shpresa është shok i zemrës së besimtarit. Ai që shpreson tek Allahu nuk zgënjehet kurrë. Dhe jo të shpresojmë tek njeriu, se njeriu është sot dhe nuk është nesër. Duhet që shpresa jote të lidhur me Allahun fuqiplot. Ndërsa Imam Zeinul Abidini alayhis salam në përgjërimet e tij thoshte: o Zot, nëse nuk kam vepra që të më afroj tek ti, kam shpresë tek mëshira jote që të më shpëtoj. Pra në këtë thënie shohim se shpresa është një formë adhurimi, sepse rrjedh nga bindja në mëshirën e pakufishme të Allahut fuqiplot. Në një hadith të mrekullueshëm, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali neve na tregon për shenjat e durimtarit. Dhe ka thënë, shenjat e njeriu të durueshëm janë në 3 gjëra. E para, të mos tregohet për tac, pra dembel. E dyta, të mos mërzitet, as të lodhet nga sprova. E treta, të mos ankohet ndaj Zotit të tij të lartësuar, sepse nëse tregohet për tac, ai e ka humbur të drejtën. Nëse mërzitet, nuk e ka falendëruar Zotin.
Dhe nëse ankohet ndaj Zotit të madhëruar, ai e ka kundërshtuar pra atë Allahu për Zotin e plotfuqishëm. Të dashur vëllezër dhe motra, durimi dhe shpresa pra janë çelësi i shpëtimit në çdo etapë të jetës. Durimi na mëson si të qëndrojmë në stuhitë e jetës, ndërsa shpresa na mëson si të shohim dritën për te i reve. Nëse njeriu mbahet fort në këto të dyja, asgjë nuk mund ta thyejë shpirtin e tij dhe asgjë nuk e gjunjëzon dhe nuk e mposht atë. Këto dy virtyte janë dy krahët me të cilët njeriu fluturon drejt suksesit në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe në mbyllje, të përmendim ajetin e 139 të surës Al Imran, ku Allahu i madhruar na thot: "Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'laun in kuntum mu'minin." Mos u ligjstoni e mos u dëshpëroni, sepse ju jeni më të lartë nëse jeni besimtar. Besimtar të sinqert, besimtar me zemër, me shpirt, me gjymtyr, me thënie, me vepra, me gjithçka. E lusë Allahu në madhruar të na bëjë për atyre që janë durimtar në vështirësi dhe plot shpresë në mëshirën e Allahut të plotfuqishëm. Allahu pra na mundsoft të jemi vërtetëveshur me këto dy virtyte të larta dhe qofshim inshallah të gjithë prej të shpëtuarve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju.